Pas goditjes që SPAK i bëri aferës së inceneratorëve në Fier, Elbasane e Tiranë dhe ratisjes së pronarëve faktik, Klodian Zoto e Mirel Mërtiri, u mendua se atyre ju shkëputën fiet financiare me shtetin dhe pushtetin, por ndërkohë që SPAK vazhdon proceset penale dhe trumbeton prerjen e çdo lidhjeje ekonomike të tyre, kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako u ka dhënë të ratisurve një çek të ri nga buxheti publik. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 20 tetor 2025, Bashkia Durrës ka shpallur fituese kompaninë Integrated Energy BV SPV SHPK për shërbimin e evadimit të betjeve të qytetit me vlerë 7,7 milion euro me TVSH. Kompania në fjalë është zotëruese e koncesionit të landfillit të Tiranës dhe në pronësi faktike të Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit, të cilët vijojnë të administrojnë biznesin përmes kompanisë MOM Geogenics BV. Procedura e shpallur nga Bashkia Durrës është zhvilluar pa shpallje paraprake dhe pa tenderim të hapur, por përmes një negocimi të drejt për drejt mes Emiriana Sakos dhe administratorëve të landfillit. Në kontratën e publikuar, rezulton se oferta është baraz me 100% të fondit limit, pra pas një ulje, madje edhe vetë fondi limit është llogaritur 30% më i lartë se kostoja reale, diferencë që sipas të njëjtave burime përbën pjesën e nënkuptuar të marrëveshjes. Edhe pse kompania Integrated Energy BV SPV është nën sekuestro nga SPAK, pagesat vijojnë të shkojnë në llogaritë e Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit, për shkak se koncesioni nuk është konfiskuar dhe mbetet 100% në pronësi të Geogenics BV. Ky e lejon grupit të kontrollojë fluksin financiar nga bashkitë, përfshirë edhe Durrësin, përmes një zinxhiri kontratash të lidhura me institucione vendore. Vendimi i fundit i Emiriana Sakos konfirmon se rrjeti i inceneratorëve vazhdon të funksionojë nën maskën e kontratave të mbetjeve me bashkitë që paguajnë miliona euro përmes formave të ligjshme, ndërsa SPAK përpiqet të tregojë sukses në ndjekjen penale të personave të ratisur. Fondet publike vazhdojnë të derdhen në llogaritë e tyre përmes vendimeve të nënshkruara nga përfaqësues të pushtetit vendor të Partisë Socialiste. Dokumenti zyrtar i datës 20 tetor 2025, i publikuar në buletinin e prokurimeve publike, ban firmën e kryebashkiakes Emiriana Sako dhe përmban të gjithë elementët që e bëjnë këtë procedurë të palikshme dhe klienteliste, mungesë gare dhe transparence, negocim direkt me një kompani në hetim penal dhe rritje artificiale të kostos me 30% mbi çmimin real. Në vend që të priste përfundimin e hetimeve dhe të shmangte çdo lidhje me kompanitë e përfshira në aferën e inceneratorëve, Bashkiakja e Durrësit ka zgjedhur të bëhet pjesë të njëjtës skem, duke mbajtur gjallë një rrjet që vazhdon të thith miliona nga buxheti i shtetit. Dosja e re e Durrësit është provë e qartë se inceneratorët nuk ishin një aferë që mbyllej me SPAK, por një sistem i tërë financiar që vazhdon të funksionojë përmes institucioneve të pushtetit vendor me bekimin e heshtur të qeverisë.